besimin në Allahun subhanahu wa ta'ala, gjëgjësisht tauhidin. Tauhidi është palca dhe shtylla e fesë sonë. Tauhidi, veçimi dhe njësimi e Allahut subhanahu wa ta'ala apo monoteizmi është palca e fesë tonë me të cilën Allahu i lartësuar i ka dërguar të gjithë pejgamberët. Allahu i lartësuar thot se në çdo popull ka dërguar pejgamber të cilët i kanë thënë popullit të tij: "I'budullaha wajtanibut tagut", adhurojeni vetëm Allahun dhe largohuni prej tagutit. Ky është qëllimi për të cilën Allahu i ka krijuar robërit e tij. Thot Allahu i lartësuar në ajetin e mirënjohur: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun". Nuk i kam krijuar njerëzit dhe xhinët për diçka tjetër pos që të më adhurojnë. Qëllimi për të cilin Allahu i lartësuar i krijoi njerëzit, e krijoi xhenetin dhe xhehenemin, i dërgoi pejgamberët është që të adhurohet vetëm Allahu apo të njësohet vetëm Allahu i lartësuar në gjërat që i takojnë atij. Kësaj ne i themi tauhid. Tauhid, veçimi i Allahut subhanahu wa ta'ala. Kur kanë ardhur te kategorizimi i tauhidit për ta mësuar më lehtë, dietarët e kanë ndarë tauhidin, disa e kanë ndarë në 3 grupe dhe disa në 2 grupe, siç e ta sqarojmë. Ata që e kanë ndarë në 3 grupe thonë tauhidi ndahet në tauhid ar-rububiyya, veçimi i Allahut subhanahu wa taala, ar-rububiyya në krijim, në sundim dhe në zotërim. Të besoj njeriu se Allahu është i vetmi që krijon, i vetmi që e sundon këtë gjithësi dhe i vetmi që zotron çdo gjë që është në të. Lloji i dytë është tauhid al-uluhiyya. Besimi se Allahu është i vetmi që meriton të adhurohet dhe nuk meriton të adhurohet askush tjetër pos tij. Dhe robi në momentin që adhuron dikën tjetër pos tij bën shirk dhe del prej feje. Dhe lloji i tretë i tauhidit është tauhidul asma'i was sifat, veçimi, njësimi i Allahut në emrat e tij të bukur dhe në cilësitë e tij të përsosura. Llojin e parë tauhid ar-rububiyya e pranojnë shumica e krijesave. Shumica e krijesave pranojnë se Zoti i ka krijuar dhe se Zoti i kontrollon ata. Mirë po, për të bërë musliman nuk mjafton vetëm kaq, po patjetër që ta kesh tauhid al-uluhiyya, që të adhurosh vetëm Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe ky është dallimi mes muslimanëve dhe mushrikëve të Mekës. Allahu i lartësuar thot: "Nëse i pyet mushrikët e Mekës, kush i krijoi ata, do të thonë na krijoi Allahu." Mirë po, adhuronin idhuj dhe skulptura të cilët i kishin ndërtuar me duart e veta. Ndërsa lloji i tretë i tauhidit, tauhidul asma'i was sifat, është ai që dallon ehlusunetin prej grupeve të devijuara të bidatxhinëve. Ehlusuneti beson në të gjitha emrat e Allahut me të cilën e ka emërtuar ai veten në Kur'an ose Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Sunnet. Dhe beson në të gjitha cilësitë e Allahut me të cilat e ka cilësuar vetveten e tij në Kur'an dhe me të cilat e ka cilësuar atë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Sunnet. Dhe devijimi në këtë lloj të tauhidit ka mundësi që ta bëj njerin ta nxjerr nga rrethi i sunetit në rrethin e bidatit, nëse është me teuil, me komentim të gabuar të tekstit i cili ka bazë në gjuhë apo në diçka, edhe pse nuk është argument, mirë po ka mundësi që të arsyetohet ai që e ka bërë këtë dhe mos të del prej feje. Dhe mundet që ky gabim në këtë lloj të tauhidit ta nxjerr njeriu komplet prej feje, nëse është si transmetimi i batinive të cilët nuk kanë asnjë farë baze, me të cilët i mohojnë cilësitë e Allahut dhe emrat e tij.